Imami i Qabes Mahir Muajkali u prit me nderime në Shkup gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku do të qëndrojë disa ditë dhe do të vizitojë 10 xhami në qytete të ndryshme të vendit. Përveç takimeve me besimtarët nëpër xhami, imami vizitoi edhe Bashkinë Fetare Islame. Gjatë këtij takimi, kreu i BFI-s Shaqir Efendi Fetahu i dhuroi imamit disa dhurata simbolike. Kryetari i BFI-s Shaqir Efendi Fetahu theksoi edhe rëndësinë e kësaj vizite për besimtarët musliman në vend. Gëzimi është shumë i madh, sepse ardhja dhe vizita e imamit të Qabes ka qenë një dëshirë e madhe e vendit tonë dhe gjithë besimtarë. Dhe ja me angazhimet e përgjithshme dhe me caktimin e Allahut fuqiplot, kemi fatin dhe nderin që ta kemi sot në mesin e besimtarëve me një program jashtëzakonisht të pasur. Nga ana tjetër, Imam Mahir Muajkali falenderoi për pritjen dhe theksoi se do t'i përcjell mesazhet dhe përshëndetjet e besimtarëve të Maqedonisë së Veriut në vendin e shenjtë. Është vizitë të cilat Mbretëria e Arabisë Saudite i bën në gjithë shtetet e botës dhe përcjell porosinë e paqes. Këtu jam që t'ju përcjell edhe selamet e imamit të madh të Qabes, Abdulrahman Es-Sudaisi. Ne do ta përcjellim mesazhin për cilin sot dhe ditën e vijim gjendemi në Maqedoni. Pas vizitës në Bashkinë Fetare Islame, imami udhtoi drejt Kumanovës ku pritet të vizitojë 2 xhami. Nesër ai do të falë namazet duke nisur nga ai sabahut në xhamitë e Shkupit, ndërsa ditët e tjera do t'i kalojë duke vizituar xhamit në Gostivar dhe në Tetov.